Historia e Luan Dreshajt është një rrëfim force, vullneti dhe vizioni, një prej atyre që na kujtojnë se edhe kur jeta nuk të fal asgjë, shqiptari ditë ngrihet dhe të ndriçoj kudo që shkon. Në moshë të re, në vitet e errta të luftës në Kosovë, Luan Dreshaj u zhvendos në Gjermani. Sot, Luan Dreshaj është një emër i njohur në botën e biznesit, suksesshëm në fusha të ndryshme, nga patundshmëria e deri tek shitja makinave dhe brendi i orëve luksoze LD Watches që mbajnë vullin e pasionit dhe përkushtimit të tij, pa harruar përfshirje në sport. Në minutat që vijnë, do të njihni një shqiptar që provoi se suksesi nuk ka kufi kur ndjek ëndrat me guxim, sepse për njerëz si Luan Dreshaj, qielli nuk është kufiri. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në puntatën e radhës. Unë jam Albora Gurra, për te kufive. Sot gjendemi në Essen. Essen është një qytet 30 km larg Düsseldorfit dhe pikërisht sot këtu jemi për të takuar Luan Dreshaj. Si e Luan? Albora, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta, të falenderoj shumë për ftesën, edhe për kohën që ke marrë, ose do marrim sot në dispozicion, sepse ke shumë për të treguar. Ke shumë për të treguar. Si e sot? Mirë shumë, falenderoj. Ne gjendemi këtu në Essen, po. Koha nuk në mbajti mirë, po. Kishim bërë planet e tjera, po kjo është Gjermania. Kohë tipike gjermane. Po, me shi. Luan, sa vite ke jeton këtu? Unë jetoj në Essen që nga vitin 98, do thot tani afërsisht 27-28 vite. Dhe Esseni është një ndër 10 qendra më të mëdha në Gjermani, një qytet jo i madh, jo i vogël, po me një histori shumë interesante, sa i përket edhe ndërtimit të Gjermanisë, me regionin që ka këtu, Ruhrgebiet, këtu përpara është punu shumë në tokë edhe kjo zonë e Gjermanisë i ka dhënë shumë krejt Gjermanisë. Kështu që jam shumë i lumtur, është një vend shumë atraktiv për punë, për jetesë, për gjitha. Është një qytet industrial, që ti ke menduar ndonjëherë të jetosh diku tjetër? Kam pas ndërkohë, kam kaluar shumë kohë në Hamburg të Gjermanisë, që është një ndër metropolë më të mëdha dhe më të bukura gjermane. Shumë qytet i bukur. Është vërtet. Do thoja mbas Düsseldorfit, po... Aty nuk jam shumë i sigurt. Amo në përgjithësi shumë vend i mirë. Kam mendu me u shpërngul në Hamburg në një kohë, po për hir të familjes kam vendosur me ne këtu. Këtu? 28 vjet pa u shkëputur fare. Korrekt. Gjatë këtyre 28 viteve, kam kurreshtin dikur ka qenë momenti kur ti ke thënë doja dal për shkak sepse kanë filluar të krijojnë ato vështirësitë e para, që mund të hasin çdo njeri. Me thonë drejtën atë cakun final nuk kam mendu kur. Ne në vitin 98 kur kemi ardhur këtu, kemi ikë nga lufta, do shkon një kohë shumë e vështirë në Kosovë, edhe në 8 vitet e para, sot për nesër kemi qëndru këtu, nuk kemi pas leje të qëndrimit afatgjatë. Nuk është ditë kur se kur do ta lajmë vendin, ndërkohë që në Kosovë ishte shumë rëndësi për neve s'pari me përfundu lufta, edhe dyta me ndërtu vendi jonë. Jemi kujdes që me ndërtu shtëpinë në Kosovë gjitha mirë, po pas aty në 8 viteve, pastaj u hapen rrugë tjera, kur merr një leje qëndrimit e din se okay, tani kemi mundësinë me qëndru. Për shplane më afatgjate. Atëherë detyrimisht do të thotë ju kam vërsuar më shumë punës, edhe kam vendosur që bazën me vazhdu këtu në Gjermani, bazën jetësore, për shkak që kaloj një kohë gjatë edhe vetëm u adaptuam 100%, kam vazhdu shkollën, mësimet, edhe punën njëkohësisht, do thotë. Kam dëgjuar që je në Kosovë thonë djalë asreti, me 5 motra. Si ndjehesh midis tyre? Shumë i lumtur. Shumë i lumtur. Edhe i bekuar, do thotë definitivisht ma mirë me 5 motra se me 5 vllazër. Edhe unë ashtu do të thoja? Unë ashtu e ndjej, jam shumë i bekuar, motrat për vlla bojnë ekstremisht shumë, ndërkohë që jam edhe më i riu, është gjëja më e bukur në botë. Kanë të gjitha motrat syt tek ti. Normal, po. Unë ne jemi të
konektuar edhe në rrjetet sociale, madje edhe një nga motrat e tua, edhe shikoj gjithmonë me shumë dashuri sa e përkushtuar është ajo, sa herë të poston me shumë respekt, me shumë adhurim e vere. Domethënë, ti ndjesh midis 5 motrash ndjesh shumë i përkëdhelur mbasa? Po, patjetër. Do thotë në fakt nëse isha shku se isha rritur në atë me ato se çfarë frymëzimi kam pas nga motra, nga familja në përgjithësi, unë isha qenë ideal shumë i lazruar ndoshta, për shkak se më kam mbajt në duar gjithmonë. Amo unë i kam ikë asaj, nuk kam pas qef kur me shfrytëzu atë mirësinë nga ose afërsinë e tepërt nga motra, për shkak se nuk e kam pas atë frikën që mos nuk është mirë për mua. Në atë aspektin pozitiv. Sepse unë kam dash me konë shembull për motrat, edhe jo vetëm thjesht një vëlla që duhen me u kujtes motra për to, po ndërkohë që rritesha unë e kisha atë mendimin që unë me u kthy motrave diçka të mirë dhe ai ka qenë syni mirë. Po. Unë kam dëgjuar që ti ke humbur dhe babain shumë shpejt, moshën 7 vjeçare. Si ka qenë për ty? Ajo është një gjë shumë e vështirë. Është vështirë me përballu një gjatë tillë, sidomos në atë kohën ka qenë viti 91 në Kosovë, kur ne kemi pas, do të thotë kemi jetuar ndër okupim, edhe në atë moment i humb gjitha, mirë po mendimin e pjesës tjetër të familjes, çdo gjë kemi përballu në mënyrë më të mirë të mundshme, edhe ja kemi dalë. Duhet me pranu çdo sfidë që vjen nga Perëndia dhe çfarë të bësh. Janë fatkeqësitë e jetës. Po unë mund të them që ti e ke përballuar në mënyrë më të mirë të mundshme, siç e the edhe ti vetë, dhe je absolutisht një shembull i mirë për të marrë. Faleminderit. Ndjesh motrat janë të mëdha, tani mbati janë më të mëdha se ti. Ndjesh përgjegjës për to? Po dhe jo, do thotë për fatin e mirë të gjithat janë shumë mirë me familjet e jetën e tyre. Në të njëjtën kohë normalisht se thash si vllau ndoshta më i ri, ke dëshirë ti me u rrit sa më shpejt edhe me ardha pikën që ju del haku motrash ose njerëzve familjarë që të kanë ndihmuar, ose spaku që ti jesh në atë gjendje të mirë, saqë ata tjerët mos kenë nevojë të mbajnë kasavet për ty ose të mbajnë ndonjë shqetësim ose diçka tjetër. Po. Janë të gjitha kanë kryer jetën. Kjo është gjë e bukur, shumë e bukur për të dëgjuar. Akoma më e bukur është familja që ti ke krijuar. Që unë adhuroj shumë, ke një grua shumë simpatike. Edhe 2 fëmijë shumë bukur. Ku je njohur me bashkëshorten? Me bashkëshorten jemi njohur pikërisht në Essen. Ajo ka ardhur që fillim viteve 90 në Gjermani me 6 vjeç dhe ajo ka ardhur e vogël si po ajo më e vogël se në fakt, edhe kemi pas fatin me u taku që nga fillimet e viteve 2000 jemi së bashku, pastaj jemi martu, kemi kriju familje, fëmijë, ndërkohë që e kemi përfunduar shkollën një herë. Ajo ka qenë shumë e rëndësishme për një të dytë, dhe pas një kohë kanë ardhur fëmija dhe gjëja më e bukur në jetë. Po, unë këtë vetëm mund ta vërtetoj. Nga një kompani inkasimi, si menaxher, në një supermarket shumë i suksesshëm. Cilat kanë qenë hapat që ti ke ndjekur, që për një afat shumë të shkurtër kohë, do thoja unë, të arrijë njeriu të korë sukseset të tilla? Në fillim, vitin 98, hapi i parë që kam marrë kur kam marrë në Gjermani, ka qenë të vazhdoj shkollën. Në Kosovë kam mbaruar klasën e 8, edhe këtu duhet filloja klasën e 9. Edhe kam shkuar në klasën e 9. Në 3 muajt e parë, me kam futur në një klasë të njerëzve të huaj që nuk e dishin gjermanishten. Ishte plan me qëndru 1 vjet aty, mirë po për fat mirë, mbas 3 muajve avancova gjuhën, edhe me nxorrën në klasë normale, ndërkohë që në gjysmë vjetorin e parë nuk me notuan. Donë se shkruja do thot ato hartimet dhe provimet në matematike, fizike, lëndë të tjera, mirë po në gjuhë nuk kisha mundësi me u kysh. Në gjysmë vjetorin e dytë, pastaj në klasën e 9 kam arritur me marrë të ftesën më të mirë në klasë. Bravo. Mos vallë ke pasur probleme me gjuhën sepse e marrë më shumë me boksin? Boksin, fakt, ideja për boksin ose pasioni për boksin ka lind. Që ke kthyer në profesion, do thoja sot?
Gjithçka lidhet prapë me luftën. Ne kur erdhëm në Gjermani në fillim, ndiheshim si jo shumë të fortë sa duhet për shkak të luftës që kishim në Kosovë. Edhe ndërkohë që kaloja kohën me sport, me televizion për shembull, kur shija sport e luftarëve në televizion, ajo më tërhiqte më shumë ti. Me një farë mënyrë se një sportist i fortë mund t'i qëndrojë edhe një problem jetësor të fortë, edhe kur shija boks, atëherë nuk e di, ajo do të thotë ishte një lidhje shumë më interesante për mua se sa futbolli për shembull. Ku shkojnë 22 lojtarë për një top. Edhe unë i përcilja boksin, ndërkohë që informoja shumë për boksin, edhe çdo kush pastaj në rrethin tim që donte me ditë diçka për boksin, vinte te unë edhe pyeste. Pyeste. Je shumë modest në atë që thua, sepse mbase shumë nga ata që na ndjekin nuk e din, por unë jam e informuar që ti ke në menaxhim një nga sportistët më të mirë të këtij sporti, që është Robi Krasniqi, që e përshëndesim. Ka arritur dhe ka korrur sukseset nga më të mëdha. Cili është çelësi i suksesit? Flasim një herë në sferën e menaxhimit, sepse për Robin mund të flasim pak më vonë. Po mirë, pas një kohë kur kam fillu me bo aktivitete sa i përket boksit, unë e krijova një website. Me atë frymëzimin që kisha për boksin, kur ndëgjoja për boksierë shqiptarë, vendosa që më kriju një website ku gjithë shqiptarët mund të marrin informacione për boksin, ai quhej albanianboxing.com. Kam dëgjuar. Dhe pas një kohë aty, pas shumë boksierëve tjerë që i kam takuar njoftuar është lajmëruar edhe Robin Krasniqi tek unë. Edhe filluam bashkëpunojmë me një synim të mirë dhe dal nga dal pas shumë sfidave, erdhëm te titulli i Evropës së pari, pastaj shumë tituj interkontinental dhe më vonë në vitin 2020 pas mbi 15 vite punë te titulli i botës, edhe me 10 tetor 2020 arritëm të fitu titullin e botës, do të Robin Krasniqi si boksier i parë shqiptar në historinë tonë. Cili është qëllimi i radhës me Robin? Jo ti personal do thoja unë, sepse e di që ke shumë ambicie. Tash ka kaluar një kohë gjatë dhe ne me të vërtetë kemi pas shumë sfida në atë sport jo i lehtë, shumë i vështirë. Edhe Robini i ka bën mbi 60 duele, një karrierë sa i përket edhe shëndetit jo shumë e lehtë. Edhe po prapë se prapë është shumë mirë, falë Zotit, edhe është një gjendje shumë mirë edhe fizike edhe psiqike, edhe është i kyçur në përgjithësi me sport, me boksin. Një vit pauzë për momentin dhe tani fillojmë me stërvitje të lehta, i kemi plan në 2 deri në maksimalisht 3 duele që do të mund ndodhen, por duelet e caktuara mundësisht me kampion të mëdhej dhe pastaj përfundimi i karrierës në mënyrë më të mirë, edhe pse unë jam i mendimit se ka që në atë momentin kur shpall kampion bote, dhe aty me përfundu, kishte qenë shumë mirë, po prapë shpirti i sportistit, i boksierit, thotë që derisa je i ri dhe ke mundësi me bëhet sport, po është edhe vështirë me lënë, kuptoj? Po pse jo, nëse ai mundet fizikisht edhe psiqikisht, siç e tha. Normal. Dhe ju mund ta përballoj, pse jo, ne kemi dëshirë të shohim sa më shumë matches, si thoni, duele. Unë nuk jam e kësaj fusha, por suksesi aty është për tu admiruar dhe ne kemi dëshirë ta admirojmë në vazhdim. Faleminderit shumë. Luan, kam një pyetje, kur të pyetet dikush sa është ora, çfarë të vjen mendje? Nuk po të pyes kot. Po, janë 2 gjëra këto. Spari ora, do thotë koha, që është shumë e rëndësishme për neve dhe është i vetmi gjë që nuk mundem me ndryshuar thuja në jetë, edhe pastaj ora si objekt. Kam simpati për ora, kam pas gjithmonë si fëmijë, domethënë jam kujdesshëm me mbajtur një orë të mirë. Edhe spari për me pas dhe një plan, se unë kam fillu që nga mosha 7 vjeqare, që nga klasa e parë me... Ti ke një brand të ndin. Po. Je shumë modest. Ti ke një brand të ndin, ora shumë të bukura, që janë treg, Luan Dreshaj, shumë kualitative. E ke në dorë tani për momentin, mund të na tregosh?
Është në vërtet shumë e bukur. Është një nga ora që më pëlqen më shumë. Edhe janë të natyrave të ndryshme, janë sport, pak klasike. Korrekt, po. Si të ka lindur ideja? Moshën 7 vjeçare, ka filluar dashuria për orat? Po, në përgjithësi edhe për orat, po edhe për menaxhimin e kohës, domethënë. Për menaxhimin, unë që në atë moshë jam kujdes që kohën time me pas një plan për kohën time si ndaj. Edhe tani në 5 vitet e fundit ka lindur ideja që me kriju një brand me emrin tim, pikërisht, thjesht jo për ato që mendoj unë se vetëm emri im jo tjetër, mirë po thjesht për ato që krijoj diçka timen që dikur fëmijët e mi është të mburrën me atë punë. Edhe është edhe për nga ona investimeve diçka që ja vlen, për shembull ti bën se i ke dëshirorat edhe shkon në një dyqan me blen një orë, gjithmonë kemi blen një orë për një franceze italian ose ku ta di diçka tjetër, edhe pse ka emra shumë mëdhenj detyrimisht, ndoshta nëse je pasionues i madh i atyre kemi blen, mirë po prapë për mua në një moment caktuar, pasi kam provuar shumë orë, shumë modele tjera, kam pa më të rrugës me kriju diçka vetë, me bënë një investim të atill, edhe me vendosur në treg online, vetëm online, që me pas qasje edhe dikush me Ku prodhojnë këto ora? Këto prodhojnë në Amsterdam, në Holland, që nuk e kemi shumë larg. Nuk ishte shumë lehtë me gjetë një mundësi për me kriju ora për një brand shumë të ri. Edhe kam has në një fabrikë në Amsterdam me njerëz shumë mirë që kanë marrë kohën për mua me kujdes për ato, dhe ndërkohë që dizajneri ka bënë një mik i imi, Dani, edhe falenderoj shumë. Është shqiptar? Po, është shqiptar. Jeton këtu në Gjermani? Në Essen me ju këtu? Apo? Jeton në Monheim. Ndërkohë është edhe vllau i shokut tim më të ngushtë për parimit. Janë 2 djemë që e kaloj shumë kohë me ta, dhe jam shumë i lumtur që i kam njohur para disa viteve. Është një familje shkëlqyer që janë lindë rrit në Sud Tirol të Italisë, ndërkohë që kanë vazhduar rrugtimin janë në Gjermani. Janë njerëz shumë të kulturueshëm, flasin shqipen perfekt, që kam pëlqen shumë, edhe kam qef me morë si model për fëmijët e mi. Edhe ndërkohë që flasin shumë gjuhë tjera, janë studiuar. Flasin dhe italishtën shumë mirë. Italishtën, gjermanishtën, anglishtën. Në base kjo është pjesa, pse janë të talentuar tek pjesa e dizajnit, ose base janë frymëzuar nga kjo anë. Shumë interesante, dhe ftoj të gjithë ata që na ndjekin edhe për ta parë këtë faqe ose për t'i parë edhe një herë orat, sepse janë në të vërtetë shumë të bukura. Mua më pëlqejnë. Faleminderit shumë. Atëherë, unë e di që e ke kohën shumë të kufizuar. Ka edhe një biznes tjetër që kam dëshirë ta bisedoj me ty, por do kisha shumë dëshirë që të jemi në të vërtetë në vendin e ngjarjes. Nuk dua ta shpalos që tani, por bëhet fjalë për atë që të gjithë meshkujt i kanë qef, t'i kenë sa më të bukura, sa më të mëdhaja dhe sa më komode. Por para se të shkojmë atje, e di që ke një takim punë shumë të rëndësishëm me një nga objektet e tua në Felbart. Ku më këftuar dhe mua t'jemi pranishme. Kështu që të falenderoj, ne duhet nisemi të shkojmë atje, mos humbim kohë, sepse kemi akoma për të treguar. Okej, patjetër. Ikim. Si në Gjermani, po bie shi. Këtu ndodhemi në Felbart, jemi gati 20-30 km larg qytetit të Essenit, ku ishim me Luanin. Ai më ftoi në një nga objektet e tij për ta parë se si funksionon ky biznes këtu në Gjermani. Bëhet fjalë për real estate. Unë jam shumë kurioze, kështu që hajdeni me mua. Shpresoj ti aty. Përshëndetje! Nisë Malbora. Faleminderit, unë po hym me kom në djathtë. Po kjo shtëpi është gjallë shitur, më thënë. Po, më dhe. Ti ka ardhur këtu për të bërë një kontroll finale. Pa dorëzimit të shtëpisë. Do thotë klientët e kanë kryer procesin e blerjes, shtëpia është shitur, edhe pak ditë shtëpia do të dorëzohet te klienti, edhe prandaj jemi këtu me kontrollu a është çdo gjë në rregull para se ta dorëzojmë te klienti. Që ka shtëpi shumë e bukur? Po. Do ma tregosh pak? Shtëpi tipike gjermane me knatësi.
Shkallët janë nga mermeri? Granit. Graniti. Po, shkallët janë të granitit. Këtu jemi besojnë në dhomën e pritjes, si themi, Po. Këtu jemi në dhomën e ndenjes. Kjo është në fakt një shtëpi tipike gjermane, mirë po, me një dallim të vogël. Ne këtu në Nordrhein-Westfalen, përgjithësi i ndërtojmë shtëpitë me një level kuzhinë dhe dhomë ndenjes, ndërsa këtu për shkak të hapësirës së ngushtë të truallit që është bërë ndërtimi me split level, që do të thotë niveli i ndenjes, dhoma ndenjes është pak më poshtë se sa kuzhina. Shfrytzuar hapësirat, besoj. Pra ata, edhe sidomos për një efekt shumë të rëndësishëm për garazhin, se garazhi është kapur. Është garazhi, është këtu, domethënë brenda, se le të themi poshtë, sa interesant. Prandaj kemi kuzhinën afërsisht 1,5 metra. Unë tani do të bëj një pyetje që do ta kishte bërë me mendje çdo shqiptar pas këtij shpjegimi të shkurtër. Po. Sa kushton këto metri katror? Mirë. Në këtë zonë ku jemi, ne jemi në Felbert këtu, po? Felbert nuk është ndonjë qytet shumë i madh, mirë po e ka një përparësi të madhe që është afër qytetit të Düsseldorfit, qytetit të madh të Wuppertalit edhe të Essenit. Kështu që këtu është një mesatare mirë, dikush që kërkon një shtëpi në qytetet e mëdha dhe qendrat e mëdha, nuk ka mundësi me pagu atje, nuk është larg me banim tani këtu, atëherë është vendosur këtu për shkakun sepse merr pak më lirë. Këtu aktualisht sillemi rreth 4.000 euro të metrit katror. Ndonë se në qytetet tjera për rreth, në Düsseldorf për shembull shkon te 8.000 ose 10.000. Po. Janë shumë të konsiderueshme. Prandaj është shumë e lavdishme me investu në një vend pak më të vogël, mirë po në përgjithësi afër një qendre të madhe. Sa kushton ky objekt që është shitur këtu për shembull tani? Ky objekt kushton rreth 600.000 euro. 600.000 euro. Unë mendoj që ose le të pyes më thjesht, si funksionon blerja e një objekti këtu? Procesi i blerjes në Gjermani nuk është shumë i thjeshtë, mirë po nëse ke përjetu një herë, pastaj është i thjeshtë, sepse ti e mëson edhe e ki një linjë, një vijë që e përcjell gjithmonë. Parimisht ti e prezanton objektin si fshitës, pastaj ke shumë klientë ose të interesuar që vinë me pa objektin. Nëse dikush e parapëlqen ato, atëherë ke mundësi me bëj një parakontratë ose një rezervim përmes një shumë modeste që e parapaguan, ndonë se e tëra varet nga kontratat e noteri, do thotë nëse ndërkohë ti e ke shfrytzuar një financim nga banka, një kredi, atëherë e merr konfirmimin nga banka për kredi, pastaj me atë konfirmim ti kalon te noteri, noteri e bën kontratën për ty si blerës, ndërsa për mua si shitës. Shkojmë te noteri, ne shkruajmë kontratën, pastaj vonon 3 deri në 4 javë derisa noterit na jep një go dhe thotë tani janë kryer të gjitha punët ligjore edhe mundeni me bë pagesën. Më përpara nuk bëm me bë pagesën. Ajo është shumë e rëndësishme. Ndërkohë e merr informacionin njëjtë edhe banka, e cila e kryen pastaj obligimin e vet për kredin që ndërkohë vetëm ja u ka lejuar. Bëhet pagesa edhe një ditë më vonë mundesh me pranu qelësin dhe me hynë shtëpi. Kjo produr për ju është një rutinë, sa dëgjova, sepse e bën shpesh herë. Për një klient, sa është kozjatja? Nga le të themi nga vizita e parë që i bën një objekti, në të rënit në dashuri me këtë objekt, deri te finalizimi siç e kemi sot, sa zgjat? Afërsisht 2 deri në 3 muaj, varet shumë nga klienti, sa është i përgatitur. Nëse ka shumë klient që blejnë për herë të parë për shembull, edhe ndërkohë nuk kanë kontakte me banka, nuk janë të provuar me të çështje, edhe nëse ata ja fillojnë nga fillimi çdo gjë, mundet me shku deri në 6 muaj. 6 muaj. Po, mirë po nëse klienti është i përgatitur, edhe ne në përgjithësi si staf kujdesemi që klientët të janë pak më të përgatitur edhe i përcjellim ata në këtë proces, zakonisht 2 deri në 3 muaj përvërton çdo gjë dhe munden me hynë shpejt. Luan, siç them më parë ose siç u prezantuam, ke një kohë shumë të gjatë jeton në Gjermani. Po. Nga momenti që ke filluar të merresh me këtë punë deri sot, kemi pas një rritje kërkese nga ana e shqiptarëve që jetojnë rreth rrotull. Po themi këtu në zonën e Düsseldorfit. Ka pas kërkesë rritje ose kemi filluar të kemi një mentalitet tjetër çfarë i përket blerjes një shtëpie? Po, ka rritje të kërkesës ose më shumë a mirë thëmë të interesimit të bashkëtetarëve tonë për investim në prona.
Mirë po është rritje shumë e ngadalshme, jo shumë e kënaqshme. Për mua hala shumë pak investojnë bashkëpunëtarët tanë në prona, sidomos njerëzit që kanë një punë thjesht, për shembull, që kanë shumë mundësi, investojnë shumë pak. Më shumë janë investorë më të mëdhenj për shembull që investojnë. Është kjo çështje mentaliteti? Çështje mentaliteti, por ndoshta edhe çështje që nuk e kanë trajtuar shumë, nuk kanë dieni për atë punë. Por çka edhe me të vërtetë tarmë ndoshta të shfrytëzoj kohë më shumë që njerëzit tanë ti edukojmë, ju duket këshillojmë në atë drejtim. Po, ju duket si diçka e pamundur. Që faktikisht blerja një shtëpie, nëse kemi të bëjmë me një makler në të rast, me një sektor imobiljesh, është diçka që mund të realizohet faktikisht shumë shpejt. Po. E para ndoshta edhe duket e pamundur. E dyta, ne, sidomos shqiptarët e Kosovës, e kemi pas një problem shumë madh, sepse gjatë kohës luftës na është shkatruar gjithçka në vendin tonë. Edhe me përfundimin e luftës ne kemi shikuar që me ndërtu një shtëpi në Kosovë, çka edhe është shumë e kuptueshme. Mirë, po investimet i kemi po aq të mëdha, saqë na jemi penalizuar në investimet në Gjermani, në vendin ku jetojmë, çka është shumë e gabueshme. Pa mirë, kjo është për shembull një familje modeste, 4 anëtarësh në Kosovë me bëni një investim shumë të vogël, ndërsa me investu më shumë këtu ku jeton, për shkak se i kalon 11 muaj të kohës këtu. Ajo nuk ka ndodhur. E kundërta ka ndodhur. Investimet e mëdha janë bëhen atje, këtu banohet me qira, edhe nuk investohet fare se shumë pak në prona. Tani ka filluar pak me u ndryshu sistema, shumë ngadalë. Do të thonë ne kemi potencial shumë të madh, sepse jemi popull punëtor, edhe një aq shumë njerëz që kanë puna shumë sigurta, kanë mundësi gjitha me bo, por kanë edhe shumë frikë, dhe më thonë, jo, shumë më madhe, gjysmë milioni, 1 milion, si bëhet, kur paguhet. Kur investon në një projekti, nuk duhesh me mendu se kur paguhet komplet ajo. Një objekt mund bëhet e shumë shpejt siguri, base për blerë një objekt të dy, për vazhduar për të investuar. Po, dhe një pyetje të fundit kam. Pjesa e kualitetit dhe ndërtimit, me sa shikoj unë këtu, është një nivel shumë të lartë. Po. Ti shkon shpesh herë në Kosovë, në stadion, ku janë ndryshimet? Them drejtën, sidomos këtë objekt për shembull. Ky i takon një miku tim, një pronar shqiptar, Nejmedin Ademi, i cili punon ndërtuesi është shqiptar. Ndërtuesi edhe pronari i objektit i trullit është shqiptar. Punon mbi 20 vite këtu, ka kompaninë e vet. Edhe është një ndër ndërtuesit më të mirë këtu në rrethim. Ndonse mund të them edhe për Kosovë, për Shqipëri me thënë drejt nuk kam shumë dieni, por për Kosovë ndërtimet janë po ashtu shumë mira. Ndërkohë që ne si shqiptarët ne kemi po emër këtu në Gjermani që jemi ndërtues shumë mirë. Prandaj edhe kemi shumë kompani shqiptare që bëjnë ndërtime, edhe punojnë edhe për kompani mëdha gjermane, ndërkohë që ndërtojnë për veti, ama më të vërtet kualiteti i ndërtimit nga kompani shqiptare është shumë i madh. Pra ato mburrem shumë, pra ato jam shumë i lumtur. Mirë po, kjo ana tjetër po mungon plotësisht, sepse ne ndërtojmë në njërin anë, por si u shesim gjerman. Shumë më mirë do të ishte që ndërtojmë më shumë, që u shesim në njerëz. Mbase do të na shërbej ky emision për të bërë një thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë gjithë Gjermaninë, sepse sot kemi mundësinë edhe një konsulencë në online, le të themi. Unë e di që ti ke objekte në gjithë shtetin. Deri në Gjermaninë e Jugut. Kështu që mund të kontaktojnë dhe unë jam shumë e bindur që do marrë një konsulent shumë të mirë. Faleminderit. Me mundësitë që kemi do të mundohemi me të vërtetë secilin që adresohet tek ne te Oppenheim Immobilien me informu, me këshillu në atë drejtim që me marr guximin edhe me bë blerje sa më shumë që është e mundur për shkak se koha është shumë e shkurtër, koha kur ti je i ri dhe punon edhe fiton. Nuk është shumë e gjatë. Vjen ajo koha dikur e pensionit, deri atëherë ti duhesh me pas një farë lloj sigurie. Cila është mosha që duhet investoj dikush për të blerë një shtëpi? Nuk ka ndonjë moshë të caktuar aty ose këtu. Mirë, por përgjithësi, nëse njëri fillon me një kontratë pune të plotë, me një kontratë të mirë, me një rrogë të mirë, edhe jeton me qira, okay, një vit 2-3 mirë, po pastaj është shumë gjëna, për shkak se ti ke mundësi menjëherë me fut në një objekt që e blen vetë për veti, që ndron aty edhe në vend se të paguash qira, e pagun një këst të banka, edhe ndërkohë do të thotë ti e ul kreditin, vlera e shtëpisë ose e banesës rritet, kështu që ti pas 10 viteve ose 15 viteve ke mundësi me shit atë objekt, ose edhe më herët nëse ke zhvilluar pak më shumë kapital, edhe me investu në një
objekt tjetër të cilin ti e lëshon me qira, komplet, edhe ki të ardhura pasive, që ka shumë e mirë për kohën më të vonshme. Varësisht çfarë planeve në jetë ki, dikush që fillon edhe shumë avo me bëj investime, unë thëmë ma mirë vonë se sa heq, mirë po sa ma herët fillosh, ke lavërdi ma shumë, po, ke lavërdi ma shumë, Aq më definitivt. mirë është. Dhe unë mendoj që edhe për shumë të rinj, dhe nëse si kanë mundësi, do ishte mirë të merrni një konsulent, të dinë se si është rruga, dhe të mësojnë se si funksionon ky proces, pse jo dhe të para përgatiten për të blerë shtëpinë e tyre të ardhshme. Luan, unë shikoj që ty po t'ikën koha, sepse ke edhe pak punë për të bërë. Të falenderoj shumë që more këtë me vete dhe për ta parë këtë ambient kaq të bukur, sepse më tregove që është një shtëpi shumë e bukur dhe unë bëra shumë kurioze për ta parë. Unë tani do të iki, por ne do të shikohemi në një tjetër biznes tëndin, kështu që ju qëndroni me ne dhe shikemi pas pak. Atëherë jemi këtu, pas bisedës rreth veprimtarisë Luanit, real estate, management, boxing, watches, erdhëm pikërisht këtu në atë biznes që unë ua premtova më përpara, atë që meshkujt duan më shumë. Makinat. Këtu pas ka makinat të lloje të ndryshme. Unë do t'i shikoj një më një, por më duhet të them që unë arrita më shpejt këtu. Presim derisa të vi Luani, sepse ai mund na tregoj pak më shumë rreth tyre. Këtu pas kemi një Aston Martin. Shumë makinë interesante. Dhe e bukur. Përshëndetje. Përshëndetje Luan, unë arrita më shpejt se ti këtu. Pyrolla qoftë, pas ke të arrit shumë shpejt. Kjo që nga një makinë shumë e bukur. Si kalova? Mi shumë. Klientët ngelën kënaqur në objektin që sapo shitet? Po, çdo gjë shkojnë në rregull, klientët janë shumë kënaqur. Janë disa detaje me u përfundua aty, mirë, po kemi edhe pak kohë dhe ashtu që do i mbarojmë gjitha me kohë. Gjatë procesin. Po. Shumë bukur. Kjo është makina që përpëlqen ty tani. Po, do më thuash pak diçka rreth kësaj makina. Sepse në të vërtet po më pëlqen, shumë e vjetër, sa e vjetër është? Po. Kjo është e vitit 62, S Coupe, Mercedes S Coupe, një makinë që në atë kohë ka qenë ekstrem luksoze, ndërkohë që tani është një oldtimer shumë i kërkuar, edhe për ne diçka simbolike se në përgjithësi mirëmi me makina të reja, mirë po kjo na shdok e punës me vendosë tu, sepse edhe klientët janë gjithë kurioz me pa një makinë të tillë, do thotë edhe. Është ky biznesi që ti shpenzon më shumë kohë? Kjo është një investim i ri që e kam bërë para një viti afërsisht, një vit e gjysmë. Okej. Ka qenë ideja e dhëndrit tim, i cili është mekanik që mbi 30 vite. Edhe kemi filluar me një garazh, një servis për makina, që është në atë pjesën e pasme, kurse këtu kemi vazhduar me autosalonin. U shfaq kjo mundësi pa pritmas edhe nuk kam menduar shumë, kemi bërë një investim të tillë. Është një gjë shumë e bukur, do thotë ti ke qarkullime çdo ditë tuaja se kryesisht kemi 3 kompani kineze që i përfaqësojmë këtu, 3 lloje makinash ndryshme, kemi kontratë me ato kompani. Mos bëhet fjalë për këtë makinën këtu që kemi, sepse mu duk pak e panjohur si brand. Nëse mund ta shikojmë me një Fencon është modeli. Fencon? Okej. Ndërsa kompania që prodhon quhet DFSK, është një kompani shumë e madhe në Kinë. Ka edhe 2 kompani tjera, është kjo DFM me modelet e njohura Forti dhe Bike. Është dhe ky një Luan? Apo është një diçka e tillë duket, po. Mirë po, çka më pëlqen mua më shumë te kompani kineze është se janë shumë të përpikta, shumë të sakta, janë bashkëbisedues edhe njerëz ndërmarrës shumë të sinqertë. Do të thonë deri tani çdo kontratë që kemi bërë, çdo vendim që është marrë në përpikshmëri më të madhe, edhe nuk po japin shumë vlerë marketingut, për shkak se si synim e kanë me mbajt çmimin e ulët në tregun gjerman, e dinë sa i vështirë është tregu gjerman, dhe kanë arrit me çmimet që i kanë shumë solide me vërsu në tregun gjerman kogja si shpejt. Këto makina nëse do t'i krahasoja me një brand pak më të njohur?
Po. Me cilin brand do t'i krahasohet? Brand. Po, thuhet kështu në brand, brand. Okay. Para afërsisht 30 viteve kanë fillu brandet japoneze me orë në tregun evropian, edhe atëherë ka pas një lloj skepticizmi për to, për shkak se janë kompanjohura. Këto 3 brandet që i prezantojmë ne këtu, 3 brandet kineze, mund të krahasohen madje me brandet japoneze për shembull, si është Toyota ose disa brandet e Koreas Jugore që ekzistojnë që më shumë se 20 vite në Gjermani, edhe këto tani po vendosen në treg edhe janë duke u pranuar shumë mirë, sidomos te familjet gjermane që e kërkojnë një makinë luksoze me shumë komoditet, makina të mëdha, kryesisht SUV dhe nuk dojnë me shpenzu shumë. Si shohin shqiptarët këto lloj makinash? Le të themi që janë të panjohura për tregun gjerman ose europian. Si shohin, si i pranojnë? Jo mirë. Tregojnë interes? Shqiptarët përgjithësi kanë atë mentalitetin që makina më mirë është makinë gjermane dhe prandaj unë besoj që ju duhet shumë kohë me cilësu makinën kineze në një nivel tjetër. Kjo është më shumë makinë nevoje, edhe shumica prej nesh kërkojnë makina për dukje, për gjëra ndryshme. Për statement. Nëse makina ofron dhe një statement, domethënë dikujt është, nëse këto janë, mendoj që janë edhe makina shumë familjare, ekonomike. Patjetër. Ju ofroni makina elektrike këtu? Jo, për momentin jo, për shkak se tregu i makinave elektrike aktualisht në Gjermani është fundosur pak a shumë. Ishte një iluzion? Besoj që po, ka qenë një trend para 3-4 viteve, që për momentin është definitiv në fundosje. Fundosje. Cila është makina më e kërkuar për momentin? Për momentin është kjo shumë e kërkuar nga familjarët, dhe TFSK, Fengon 600, edhe Bike X75. Për shkak të çmimeve të mira dhe komfortit që e kanë, mallësisë etj. Atëherë unë do kisha shumë dëshirë, sepse unë vetë jam shumë kurioze, të di se si është kjo makinë nga brenda dhe çfarë komforti na jep ose na ofron. A mund të na tregosh diçka? Okej, ftoj që ta shohësh nga brenda. Besoj se ka më pëlqyer. Ngjyrën e ka shumë të bukur. Është një ngjyrë verore, shumë e kërkuar për momentin. Që nga shumë komode. Pas ka dhe disa elemente druri, optik. Druri që nga shumë bukur. Nga brenda. Ky ekrani funksionon me touch? Po, është komplet me touch, multifunksional. Edhe e ka një kyçje shumë të lehtë me smartphone. Kështu që pastaj çdo aplikacion që e ke në smartphone vazhdon aty në ekran. Çfarë çmimi ka kjo makinë? Kjo kushton e re, çmimin e listës e ka dikun 31.000 euro. Që është një treta e një makine gjermane në këtë klasë. Që ofron një të komfort. Definitivisht ma shumë komfort dhe ma shumë opcione. Shumë e bukur, shumë e bukur. Në këtë makinë ndjehesh dhe shumë e sigurt. Luan, unë të falenderoj shumë sot për ditën që na dhurove. Me kënaqësi. Por para se të largohem nga këtu, dua të di diçka. Kaq shumë veprimtari, aq zën, familjar, s'do të harruar dhe kjo pjesë. Ke diçka që thua këtë dua ta bëj akoma? Ose plane për të ardhmen? Me një menaxhment të mirë të kohës, arrihet çdo gjë, do të thotë edhe pse ki veprimtarinë në bizneset të ndryshme, ti mundesh gjithmonë me menaxhu çdo gjë. Rëndësia është me pas fokusin të gjërat kryesore, pjesën e madhe kryen punëtorët, edhe për të ardhmen unë më shumë e shoh veten për shembull, ndoshta edhe në atë punën që djenin që kam mbledh gjatë viteve, dikur me përcjell edhe të rinia, në formë këshillimeve dhe të udhëzimeve në drejtimin e investimeve, ndërkohë që edhe me këshillimit e sportit, në boks jam akoma pak a shumë aktiv, mirë po përgjithësi kjo puna e këshillimeve edhe e ndarjes së dijenisë më pëlqen. Do thotë kjo është ndoshta
një gjë që në të ardhmen do të investoj ko më shumë to. Po. Ndërsa bizneset, secili biznes e ka një drejtues vetin, e ka një punëtor për çdo sektor, e ka dikon që kujdese për to dhe në fund muajit është më rëndësi thjesht si investor me pas një pasqyrë të mirë për gjitha veprimet që kanë ndodhur brenda muajit. Edhe kështu që çdo gjë është e kapshme dhe pëlqen përgjithësi puna që e bëj, ama ndoshta për në të ardhmen. Ke dëshirë të përcjellësh mesazh. Atëherë un kam shumë dëshirë sot përcjellës një mesazh për një djalë që është 20 vjeçar dhe ka dëshirë të arrijë, por mbase nuk janë mundësi për momentin. Çfarë këshilla do t'i jepi? Aty për një djalë të ri ose një vajzë të re në atë moshë, pa këshilla të mundshme shumë. Nëse dikush do me vazhdu rrugën time, unë jam i asaj që gjithmonë është mirë me ba me kriju diçka, edhe nëse e kini punë fix, një orar 8 orë, full time, ti mendon që je komplet i bllokuar me ato, ajo nuk është fundi, do me thonë ti ki prapë edhe 8 orë tjera mrena ditës, ku mundesh me vepru diçka, me provu diçka, me testu diçka, edhe me gjetë veten të një aktivitet tjetër, shtesë, do thotë, jo vetëm me atë punën kryesore që ki bazike. Me atë punën bazike që e ki, ti i kryn do të detyrimet e jetës që i ki, shpenzimet kryesore i mbulon me ato, kurse me një punë shtesë, ti fillon të krijosh diçka të re, edhe nëse e gjen aty, ndoshta mund të jetë ajo edhe pasioni, ka mundësi shumë lehtë që e gjen veten në atë punë, edhe pas një kohë ajo punë ndoshta është pastaj puna kryesore që e bën ti, mundesh me kriju biznesin tanë edhe me vazhdu. Përgjithësisht është me rëndësi me punu, mos me u ndal, edhe mos me kohën me gjonat kota, atëherë çdo gjë është e arritshme. Atëherë, ky është mesazhi që jep Luan Dresha për ne, vlerësoni kohën dhe shfrytëzoni maksimalisht. Unë ju falenderoj Temase për kohën që na ke dhuruar, sukses në vazhdim dhe miru takofshim në puntatën e radhës. Ku? Atë nuk e di. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.